6 vjetë, 7 vjetë ju kum shku barimve për mas. Do me thonë, më kanë marë, se më kanë marë, unë jam konë mas tyne me dele, pa i pyet heq. Po më intereson me të pyet pse pikrisht e ke zgjedh këtë lamin me u marë me blegtori. Përderisa je edhe veterinar, a ke përfundu edhe studimet? Jo, nuk i kom përfundu, i kom lanë në gjysmë, nashta kisha me thonë, e kom bo një farë llogarie që për dikon mundet me qenë gabim, mirë po për mu, kone duhura, 5 vite e gjysë studime për me kry veterinarin mu kanë dokt ku e gatë. Për 5 vjetë e gjysë, shambull unë kom rri, jo prej zeros, po pej minusit, se unë këtë veprimtari e kom nisë me pare bërgjë, do me thonë, kom marë pare bërgjë, jom shku i kom ble delet, edhe për 5 vjetë e gjysë, do me thonë, unë tash veç i kom 220 copa dele në shtallë. Qose e kisha kry shkollën, delet nuk i kisha pas. Kisha mujt me pas nashta një punë ma të qetë, ma pak lodhje, mirë po fitimet nuk besoj që janë të njëjta sikur me shkollë, sikur të delet këtu, edhe pse tu e pas parasysh, ko gja një farë veterinari jam edhe unë e vetë këtu. Nga ushqimi e deri tek shëndeti, për të gjitha kujdeset vetë ai. Po normal kujdesum gjithmonë në bashkëpunim me veterinar, mirë po ato simptomat e para, gjendjen e deleve, thuj se jam vetë non-stop që jam në përcjellje tyne. Tregon pak rreth idesë konstrukturimit të fermës, na po e shohim që kjo është një vend, themi një fermë e improvizuar. Ndoshta ku ti mban dele, tregon pak rreth konstruktit të fermës, çush e ke menduar dhe çush e ke planifikuar. Normal, kjo është e improvizume për arsye shkurtësh që me thonë buxhetit. Nuk kemi investu paret madhen ta, e kemi bo komplet do me thonë me mjetë vetanake, firmën jemi mundu me bo që me pas punë sa ma pak me dorë. Do me thonë me shku në mënyrë mekanike, me mjetë bujqësore qka ka, shambull nuk më kish vy mushtalla me konë 100.000 euro, në qëfë se plehin unë nuk muj me hek me traktor. Kjo e ka një lartësi ku muna me hi me qarkullu me traktor në mrenda, e hek plehin, sonën, do me thonë është e thjesht, po shumë funksionale për mu. Adhurimi një shumë mirë delet e ti, që nga raca e deri tek mosha e tyre, e se cilës familje ato i përkasin. Në këtë pjesën nalt janë përafërsisht 180 copa, ku kryesisht është delja e racës rude, mirë po kemë edhe racë Wittenberg, kemë racë Ile-de-France, sykën e kemi një numër këtë gjatë madhë, i kemi përzidh nashta këtu raca muj me thonë, e kemi bo kombinimin e tyne për arsye të mishit, se na nuk i mjelim delet, na shesum veç mish. Delja Wittenberg zakonisht e ka pjellën 2 herë mrena vitit, e kemi kryqëzu me racën tonë, është të pesha, një qingjë mesator mrena 3 mujve do të mi mrit 30 deri në 35 kg, gjatë që për mu është shumë profitabile. Po besoj që rëndësishëm ma ndej lune edhe ushqimi, e sidomos tash që veç kemi hyrë në stinën e vjeshtës, jemi pothuajse në fund vjeshtës dhe në fillim dimrit. E ke përgadit ato përgaditin e ushqimit, kanë ushqim mjaftueshëm për këtë sezon? Po besoj që po, ushqimin e kemi të mjaftueshëm, kemi silazh, kemi grum për tagji, misër, sonën, kashtën, nuk i duhet diçka tjetër shembull deles. Zakonisht në fermën tonë na i ushqejmë 3 herë brenda ditës, në mëngjes i ushqejmë e sonë, mes ditë ja uqesëm silazhin edhe tagjin, do me thonë po flasëm gjatë periudhës kur jam mbyllur, në mes ditë ja uqesëm silazhin dhe tagjin edhe në mbrëmje kashtë. Ai thot se kjo e bën të veçantë fermën e tij, numri i madh i tyre të përcjella në gjenerat pas gjenerate. I ngje, muj më të thonë jo se cili qëngjit cilës dele është, po nashta edhe kënë e ka gjyshe, stërgjyshe. Do me thoni për cjelu me gjenerata. Ka gjenerata as gjysha, Po, prej një deles këtu unë, i kam për momentin 23 copa dele, janë prej një që jam bo. Do me thonë, në moment që ka lind femën ajo dele, unë nuk e kom shite, kom rrit, do me thonë edhe non-stop ato janë shtu, 22 ose 23 copa janë prej një delmës në shtallë.